Normal, po në vene kushteti për tokë, i shtrin për tokë, që përndodhë me homologimin. Në që të këtë bashkësia ndërkombëtare, këtë e kanë sekretin e në këshponina. Ja është në farë komisioni, një farë udhëzimi administrativ. Përshëndetje, jemi që dhashe, mi Severinit të danë gjithë në analizë, shkujnë e në radhës, prap Beratovici, sepse gjithën në arkiv një video që i pas ka bo prap për devolt, sepse po më bom përshtypje miq, tash me let krokodili. Edhe në fabrikë tyne shkojnë për qosh me këqyrë se qka qysh tek mos kanë rajt inspektorat ose apo diçka. O shka i mbron me gjak e me shpirt që shtojnë fjallë popullore. Me mish e me shpirt. Ama kjo është normale miq, vetëm dëgjojmë i lutëm se çka ka thonë më herët. Faruzimi administrativ bre. 3 milion euro i fiton cash për një monopoli. 3 milion euro. Di që të më thonë 3 milion euro. Nuk është puna veç të domi që e bënd me 3 milion euro. Shkësim të vëllë, misë ato 3 milion euro që i fiton në homologimin. Po atëhere more i shkret, more Beratovic. Atëhere pse bre burë ti tash dele mbron, kur ti pedin që jënë njerës të këqi. Ti pedin që njerës jënë hojna, ti pedin që njerës kanë vidhë. Preja nisin pasunu. Dhe ti vetë po thu. Atëherë kur o bërën këta mirë për ty bre burë. Po të thonë burë me të nëru pak. Kur o bërën këta të mirë Allah posh. Sa ti ka dhonë Allah ka lëzë. Se deri sa si pate këto, i shajshe, i ofendojshe. Këta janë kështu, këta janë kështu, këta janë kështu. Kur e bonën të mirë tash, biznesmenat mirë ta të fort, kur e bonën? Shkojna mi, shkojna. 1.5 i fiton me homologim, 1.5 i fiton sikus e din, kush do që ka vetur, kur e qënë veturën për kontrol teknik, është një kamerë aty, ta fotografon registrimin e kerrit, edhe e qënë te Ministria e Punëve të Brendshme. E qa dhe ke Albin Kurti? A pet ti po bjenë kënë që të Albin Kurtit? A peshe o Beratovic, o Gjak Prisht? A peshe qëfar njëri jeti, kush jeti? Vetëm për interes, aty së intereson fare popli, absolut, veç ku ka kësi, të thata. O ta marrot zoti ftyrën, ta marrot kush jeti. Ti vetë ju pe shpalos vetën. Vetë ju. Si të kesh dikon, ti thuj kriminal, ti thuj shajnë, ti thuj shto. Edhe mrapa, mas disa viteve, i thuj, ja, me këtë njeri s'ka, veç qeveria për e kojnate, veç inspektorët ju kanë gjukot, veç shtut, që të thot kjo? Do të thot si ta kanë mush gushën, ta kanë lagë fytin pak. Ta po, se për ndryshë s'ka kuptim. Ti për mu gjithmonë je i shamë. Unë në pranim ma lagë fytin. Ti e Beratovic ki mirë dek, për mu. E për shumë poplin që të njofin. Unë nuk përdi kur përbosh ti i mirë. Unë falë, kur të bon këta të mirë ty. Që tash për delë pibror me letë krokodili. Se Albin Kurti në këta lobë. Albin Kurti nuk pagun kësi. Që s'ka arsye. Shkona mi, shkona? Fotografisë të veturia morrin 5 euro, është 1.5 milion euro. 3 milion euro i fiton me një biznes mirë pa drejt. Me që ato 3 milion euro, kjo i shtin që ato 3 milion euro një biznes tjetër, edhe i shkatron konkurencën. Ta zoma... Po që kjo është arsyeja që kjo është e që Albin Kurti po punon për me ndalue korrupsionin. O Gjak i Prisht. Që kjo është ajo. E ti gjithmonë del shkruan kundër Albin Kurtit. E po pret, mos najt ditë, po thirr Albin Kurti, folën e fjallë mirë për mu se po t'japet diçka? Jo, Gjak Prisht, jo. Fol, e shfriju, e thuj qatë dush, se Albin Kurti është i pa korruptum. Kështu që ti veç ha sot mëjsh. Ve sot mëjsh ha. Shkuna mëjsh? Pra pare që i fiton qiknjena, anej, nuk është sekret, me ardë moshën ka punon me humbje, pra mënyra që ka bot dumping të rejkun është me humbje. E Albin Kurti, a dhe këtë njëtën. E tashti, Albin Kurti më ardhi ka dhënë fjallë të tua, që ardë moshën është kështu. Atëherë çka ndodhe tash? Tash, pse pimbron me lot krokodili?
Pse po thua Albin Kurti jam ka marrë natë dhe po do më shkatërru, për çfarë arsye? Albin Kurti s'ka kur gjë me ta. Ligji ka me ta, jo Albin Kurti. Këta vetëm duhet me zbatu ligjin. Që kaq, s'ka më shumë. Le të plotësojnë kushtet ata, le të kthejnë 50 kusur milion sa kanë vjedhë shtetit, le të kthejnë, edhe në rregullosh edhe shteti edhe gjithë. Ama jo në me arë mi vjedhë shtetë 50 milion më pasunu, edhe tani me bo qka duhune. Se kështu ka ndonë PDK. Na kë, në PDK. Daja, halla, tezja, vlau, miku, pëshia, ku ta dijune, Kosherini, ambasador, terminal, ambasador, drejtor, ai Gocati, 19 vjet, të marrë rogë falës, pa shku në shkollë heq. Pa nëse mos të ngatrojmë tema, se kjo është temë tjetër, shkona miq. Një përpore që i fiton që këtë mirë pa drejt, i shtim sa nej, pra që kjo është kur ekonomia lirë të tregut nuk funksionon me rregulla, sepse ai fiton dikun pa merit, edhe i shtim dikun e shkatron një konkurrencë tjetër, edhe e prish këtë harmoninë e funksionimit të tregut të lirë në Kosovë. Pra, për shkak të këtyre padrejtësive që bëhen, është një biznes i ndershëm që vun pasojat e një biznesi të pandershëm. Po a peshe o gjak prisht, o ta marrov zoti ftyrën. A peshe që prap në fjallë të Albin Kurti. Këtu ti vet po të regon që Albin Kurti nuk e nje kërkon. Qeveria nuk e nje kërkon. Shteti, inspektoriati i njek kon. Ata që i thejnë ligjin, ata që i mashtrojnë ligjin, ata të korruptumit. Pse nuk dole me bo o ignorant, pse nuk dole me bo një video edhe me thonë, me të regu historinë Albin Kurtit. Qysh orë, qka orë, qa ka bo, pse ka bo, për çka i ka bo, edhe qka shka bon të mirat e Albin Kurtit. Edhe të këqijat nëse ki një sen, por nuk ka asë një sen. O gjak prisht. Nuk bon kështu. Nuk bon o Beratovic, o Lapashovic, s'po di që me thonë. Se qysh të ushti e meritonë burë. Burë po thëmë, por me asi pak, me të asi pak burni, se erë burni në trëptonin s'ka. Për sytë balet. Unë nuk e di me të vërtet, nuk e di çfarë njerë je. Unë nuk e di a ki ftyrë o burë, as ki ftyrë. A ki marë, as ki marë, a ki karakter, as ki karakter. Apo, mbi gjitha në trëptonin, është leku. Nëse është kjo vëlla, atëherë s'kem qa flasëm. Për si të bodë, nëse është kjo, atëherë s'kem qa flasëm. Kështu që ma mirë pe përfundojnë video këtu. Miqtë të dashur, Zoti ju rujt, mirë po shumë vizë radhës. Unë je përshëndes nga Kosova, se cilin një ka një ku është mirë po shumë.